Okej, dhe duket se për sa kohë zgjedhur drejtësisht Reja Kohus, Blerina Gjulameti, kryeministri Rama i ka ndjekur të gjithë etapa që ka thënë në dy korrik. Është ngritur bordi, ka bërë verifikimet, është pezulluar AKU-ja dhe tashmë kemi një AKU tjetër, apo jo? Për të marrë një përgjigje për këtë kam Granit Sokolin, gazetar dhe drejtuesi i Qendrës Alert. Granit, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit. Po, ishte një lajm minutat e fundit dhe falenderoj për gatishmërinë tënde. Padyshim duke mos pasur asgjë personale me zonën Gjulameti, ajo është një figurë e nderuar, por ndalen pak te ajo që tha Rama. Në informacionin tënd, a janë bërë gjithë ato që Rama ka thënë në korrik, kur jemi tashmë në pikën që emërohet drejtoresha Reja Kohus? Spari është për të përgëzuar fakti që përmendet siguria ushqimore. Është përmendur për herë të parë ndoshta në 3 dhe 4 mandat më pas të Ramës siguria ushqimore, sepse nuk ka qenë as pjesë e programeve politike të tij apo e diskutimeve. Është për të përshëndetur që përmendet, sepse ky është një problem që zgjat. Në lidhje me atë çfarë ka deklaruar në takimin e Cerrikut, korrikut 2025, pra jemi diku afër 8 muaj mbrapa, dyshoj që nuk ka ndodhur asgjë në raport me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. E para, vepritaria e tij u pezullua për një kohë, por jo inspektimet që ishin mbi bazën e planit vitor të riskut, por inspektimet ekstra e tjera, por që nuk kanë çuar as sekondit. Ndërsa në lidhje me komisionin që ai e përmend për verifikimin e stafeve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të inspektorëve të tij, asgjë konkrete nuk ka ndodhur. Është ngritur një komision në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i cili me 5 veta i përbërë nga pedagogë të UBT-s, përfaqësues të AKU-s dhe Ministrisë së Bujqësisë, dhe që ka marrë në testim të gjithë inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Spari ka verifikuar dosjet para testimit, të gjithë punojësve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, inspektor dhe jo inspektor, dhe ka bërë një testim në ditët e fundit të gushtit dhe të para të shtatorit. Në mos gaboj ka qenë me 3 etapa për gjithë inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Por cili ishte rezultati? 0. Nuk kemi një inspektor të larguar nga detyra për problematika të ndryshme, nuk kemi një inspektor, ose të paktën nuk ka publike, nuk është bërë publike një listë inspektorësh të cilët mund të kenë mbetur në testim, apo nuk ka një listë publike për treguar rezultatet e tyre. Kjo është e para. E dyta, kryeministri përmendi edhe reformën e inspektoratëve, e cila duhet mbaronte në fakt në fund të dhjetorit 2025, por që nuk ka gjasa të përfundoj deri në fund të 2026 me pakta. Një reformë e cila nuk shkrin, sepse ka pasur një keq interpretim të ministrës të deklaratës ministrës asaj kohe të bujqësisë zonjës Denaj, ku e përmendi fjalën shkrirë, por nuk bëhet fjalë për shkrirje institucioni, por ristrukturim, bashkim të 3 inspektorateve në një: Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve dhe Inspektoratit Peshkimit. Gjithsesi, deri tani nuk kemi një rezultat konkret të një reforme dhe të një përmirësie të cilësisë së punës apo të kontrolleve zyrtare të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Okej, kam një pyetje, tani si gazetar, do duhet pyes, vendosja e personave politik, ndjesë se periudhë virusësh, vendosja e personave politik në drejtimin e institucioneve specifike, siç është AKU-ja, apo shumë institucione tjera që duan disa njerëz ta njohin pak fushën. Është çfarë sinjali është? Okej, se dikush mund të thotë duhet thjesht një menaxher i mirë në AKU, por nuk besoj, nuk është rasti disa institucione që duhet thjesht një menaxher. Unë gjykoj që nuk duhet një menaxher në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit. Patjetër duhet një menaxher i mirë, por duhet edhe të ketë profilin e duhur për ta drejtuar institucion që të ketë një të përfunduar të paktën minimumi një master shkencor, por edhe të ketë eksperiencë në fusha të ndryshme të sigurisë ushqimore, se mund të jetë nga teknologjia ushqimore, mund të jetë veteriner, mund të jetë zootehnikë e tjera, pra për të jetë ai fushës. Patjetër që ligjërisht përshkrimi i punës e përcakton që mund të jetë jurist, unë nuk e di formimin e zonës Gjulamete, domethënë diplomimin e saj, por besoj se është juriste, gjithsesi për mos gaboj për ekonomi, mos gaboj, mos qofsh ai gabuar, nuk e di. Gjithsesi, një nga dy patjetër. Nga Universiteti Bujqësor, megjithatë përshkrimi punës zyrtarisht e lejon edhe juristin, edhe ekonomistin, pra të jetë drejtues. Dakor, pra nuk është zgjidhja e durr, pra duhet bërë korrigjime edhe aty. Në gjykimin tim nuk është zgjidhja e durr dhe nuk ka qenë asnjëherë në fakt.
Sikur edhe në kohën kur ka qeverisur Rama vetëm në 3 dhe tashmë të 4 mandat, jo, në mandatin e parë nuk ka qenë i vetëm. Pra, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka qenë pjesë e tortave politike historikisht. Është drejtuar nga Partia Socialiste, është drejtuar nga BDU-ja, nga 2 drejtorë të ndryshëm, më pas sigurisht mbaroi pjesë e tortave dhe e ka ditën vetëm, po kryesisht për qoka politike. U edhe unë e ritheksoj me gjithë vlerësimin për zonën në